sa më shumë një njerëzit, aq më shumë I dua kafshët, kjo është një shprehje mrekullueshme dhe me vend. Kjo nuk di të bëj keq, nuk di të bëj dëm, më kupton? Dhe nga mos ta duash. Kurse një njeri të bën dëm, në mos për një vit, në mos për 2 vitin e tret, të bëri dëm. A mendon ti se për të kujdesur për një qen duhet të kesh të ardhurat mjaftueshme dhe kur Për të kujdesur për një qen, patjetër që duhet kesh të ardhurat mjaftueshme. Okej, unë për pumën e kam cekur dhe në për vendet të tjera që kushton, por kemi dhe ushqime dhe aksesor të tjerë që mund t'i përballosh me kostot që ne marrim. Më kupton? Për shembull, kemi variacione të ndryshme për qenushat e rrugës. Është My Dog, është me një çmim shumë të pakët dhe me një cilësi shumë të mirë, që ne vim e marrim dhe ushqejmë qenë të rrugës si zotni. Nëse duam të bëjmë një gjë të mirë. Dhe unë mendoj që gjëja e mirë është, hajde merr 2 konserva dhe jepja një endacaku, sepse do ta di gjithë jetën. Këta janë falendërues. Këta nuk ta harrojnë atë që ti I bën. Në shumë vende në Shqipëri akoma ka tabela ku thotë që ndalohen kafshët, ndryshe nga shumë vende të tjera të Europës. A mendon se na duhet akoma kohë për të pasur kulturën e kafshëve këtu në Shqipëri? Edhe pak ka ngelur për t'i hequr ato tabela, sepse ka një gjë, unë e kam cekur, duhet ta trajnosh qenin tënd. Në momentin që qenin tënd e ke të trajnuar, ti në një lokal rri si zotni. Në momentin që qeni jo të lef, normalisht do bëhet problematik për individët që janë rreth. Dhe nga ata digjemi dhe ne, apo ta vësh re, po ma tani nuk, vetëm po t'i them unë, apo jo, apo ose do ikem, që do filloj të reagoj dhe të bëj ham. A mendon se puma për shembull kur I afrohet dikush e ndjen energjinë dhe I pëlqen? Kjo është reale. Ka pasur ka njerëz që puma nuk I do dhe ka nga ata njerëz që puma I do. Neve? Juve ju do, sepse keni ardhur në një vibe shumë pozitiv.